nuk njoh njeri që Allahu e ka arru në vështërsi, kur ai e ka njoh Zotin e vet në rahati. A di sot njeh Allahu? Me urnu Allahu thot, o Zot, bane e bane. A ki e bënu sot? Ne kam një mik, ka bo mirë, dhe diagnoza ati e kudon të në pa qëtër në Turqi me delegu, me shugën, me operu, e thash të kudon t'ja bajnë telefon në bështëllimi, edhe tha, më ka dalën shumë analize keq, të cilën kanë li prej atime në shkërujt, se në kolit s'po se po, ama nëse del për operacionit, është sukseshë. Një operacion, 1 milion i sukseshë. Unë edhe që ka i thash, në gotë. Se do të shpalohu si kusha, do t'ju tregu edhe që ka bon, edhe i thashi, në nëshkeru e me të dur. Unë e thash po ta garantoj se ti ki bunusat Allah. Për shkur dash me post bëgjë në qeveri. Tamam? Për shkak se unë di njerëzve që i ka bon mirë, edhe pa deshi ato që kthejnë me të keqë. Dhe unë e di njerëzve në dunjo i kam bon dua mas shumë. Tash bonusat e Allahut Azza wa Jall tash janë që aktivizohen. Pasha Allahun që janë një, hec drejt më mirë se unë. Pa asë një pasur. A di ka me kanë keni punë? Keni me kudon, a që më ka kriju mund pidheot pa u konë. A i qetri për Gjamani mu paracit dhe tha, hoxo, e dojmë një